Banorët e qytetit të Fushkrujës dhe fshatra përreth si Luzi, këtë fillim jave, kanë nisur ditën e tretë të protestës, duke kërkuar ristrukturimin e aksit rrugor që lidh zonën me pjesën tjetër të njësisë administrative. Si pasojë e protestave, me 10 kamion dhe mjetet e tjera janë bllokuar në këtë aks rrugor. Në intervistat e dhëna, banorët shprehin ndinjatën e tyre për gjendjen që është krijuar dhe indiferencën e treguar nga organet shtetërore. Sot a ditë e tretë e protestës. Ljekin pas bllokuar rrugën, shive çka kanë ndodhur. Kanë ndodhi çakëll, me këtë lloj çakëlli si kanë ndodhur, thoj kom edhe I bie kalamojve. Nuk ka shtres rrugë kjo. Sa kena hikne kanë ardhur dhe kanë shtru. I bëj thirrje din ta shtën me asfalt. Rruga është një gjendje totalisht skandaloze. Në të gjithë gjatësinë e saj. Ktu jemi te shkolla Gjon Luka, po të shikosh edhe dalin autostradë që majtas merr për Tiranë dhe djathtas për Shkodër, po edhe në hyrje të fshatit që është unaza kryesore e Fushkrujës, është në një gjendje të amortizuar. Para disa ditësh kemi pas edhe kanalin e ujit, I cili ka qenë I çar, kanë ndërhyr dhe kanë rregullu, siç kanë ndërhyr me rregullu kanalin, të dalin të bëjnë edhe rrugën tani, sepse Luzi është një nga fshatrat që pagu taksat në mënyrën më të rregullt në Republikën e Shqipërisë, por është fshati më I diskriminuar, janë duke lënë lek për makinat, amortizohen makinat në një mënyrë të frikshme dhe shkojnë nëpër pikat e serviseve. Gjithë bizneset këtu që janë të rruga kryesore e Luzit kanë dështu. Njoni që ka I lavazh më tha që nuk shkojnë më makina se si me u la. Shkojnë makina lartë në lavazh edhe del në rrugë dhe bëhet pis. Tjetri që ka servisin aty, nuk I vinë makinat as nga Lezhë, as nga Laçi për marrë me u rregullu. Po jemi në kupës, s'ka pyet kush. Gjithë turistët, gjithë ne I kalojnë. Kjo rrugë është e domosdoshme të rregullohet sa më mirë. Shkaku a vetëm rruga. Asgjë, sepse këtu është shkolla. Këtu pinë fëmijët. Kalojnë fëmijët këtu në këtë rrugë. Plus do shkojnë në shtëpi. Për ne kjo është katastrofë, se 25 km nga Tirana kjo rrugë, kjo është që kjo një, e dyta, të gjitha firma që kalojnë këtu, as u bie me hedh kaj lapat. Ata deklarojnë se protestat do të vazhdojnë me bllokime rrugësh deri në momentin që do të ndërhyet përzierjen e këtij problemi madhor për ta. Ditën e sotme, protestës janë bashkuar edhe nxënësit e shkollës, të cilët kanë bojkotuar mësimet në shenjë solidariteti me kërkesat e komunitetit.